Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në madhura falendrojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi sot në takimin e kësaj dite në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Nësë Allah në madhuar që edhe këtë ditë Allah të shënon në veprat tona të mira dhe ato që ka kaluar Allah të i bën të pranuar dhe të shpërlyera shumë fish, sikur që është e njohur nga bujaria dhe mëshira Allah të madhuar. Në kuadër të takimeve tona në Ramazan, në namaz të sabahut, kësaj radhe kemi filluar që të flasim për disa stacione të rëndësishme që kanë të bëjmë me jetë përshkrimin, me biografinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Epse çdo çështje në jetën e pejgamberit sa është stacion me rëndësi. Nuk ka diçka në jetën e pejgamberit sa që nuk është e rëndësishme. Nëse ka qenë njëri veçantë, ka qenë njëri i madh, prandaj gjithçka që ai ka bërë, kudo që ai ka lëviz, çfarë që ai ka thënë për neve është shumë e rëndësishme. Mirë, po në kuadër të mundësive dhe kohës që kemi, do të përzgjedhëm disa prej stacioneve të rëndësishme, për atë se kemi mundësi që të flasim për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Kemi përmendur se ai ka qenë jetim dhe kemi thënë se të qenurit jetim nuk ka qenë e rastësishme, por ka qenë një nga urësitë e Allahut të mënduar dhe çfarë përfitojmë ne nga kjo informat. Lajmi që pejgamberi nuk ka qenë jetim, çka do të thotë për neve? Kemi marrë disa udhëzime atje që ne praktikisht përfitojmë jetën tonë përditshme. Pastaj kemi pranuar se pejgamberi nga stacioni më rëndësishëm ka qenë vetmimi i tij në shpellë. Do të thotë i papajtuar me gjendjen e popullit të tij, por edhe i pa orientuar çfarë të bënte, veçohej dhe vetmohej në shpellë. Edhe këtu kemi marrë disa udhëzime që kanë të bëjnë me përditshmërinë tonë. Qase kemi thënë se çdo segment, çdo detaj i jetës së pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk duhet të rrëfehet si histori, por duhet të rrëfehet si praktik, si udhëzim që ne e jetësojmë në jetën tonë të përditshme. Për faktin që Allah xhallahu ala këtë ka dërguar model, shembull për neve. Andaj gjithçka që vjen nga Muhamedi alayhi salatu wasallam është për neve një udhëzim, një frymëzim, një model që ne shërbejmë të jetë e përditshme. Të ndërruar gjashërimin në shpellë, pejgamberit alayhi salatu wasallam do thotë ju shfaq diçka që për te ishte do thotë shumë e befasishme, po edhe frekshme. Një zë i erdhi befas, nuk dinte për çfarë bëhej fjalë. U shtrëngua fuqishëm dhe gjatë shtrëngimit i thuhej Iqra, lezo. E pastaj elshante e ky thonte unë nuk di me lezu. E prapë shtrëngonte i thonte lezo. E pejgamberi sa thonte nuk di me lezu. E prapë shtrëngonte i tha lezo. E pastaj elshante e i dërguari thonte unë nuk di me lezu. E pastaj vazhdoi me leku duke thonë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Pas ajet e parë të surës Al-Alaq zbritën dhe me to filloi të ndryshon historia e njerëzimit, të ndryshojë bota, të rikthej prap shpresat tek njerëzit, të rikthej prap drejtësia në tokë, të rikthej prap komunikimi i qiellit me tokën, me këto ajete madhështore. Andaj këto ajete janë fillimi i shpalljes, dhe këtu të ndërrohet vëllezër ka një shumë që kam të thonë. Çdo detaj që ka ndodhur në këtë shpellë është më të vërtetë mahnetës, është tejet frymëzues, është për neve shumë domethënës. Edhe pse koha që kemi ne tashmë në dispozicion në këtë kohë të sabahut nuk lejon që të zgjerohemi shumë në këto pika, mirë po sigurisht është diçka e veçantë. Nuk i kishte ndodhur kështu diçka botës më herët. Po ka pas shpallët më hershme, dhe çdo pejgamber ka pas shpallën e vet. Dhe kjo është diçka e veçantë. Për shkak të shpallëve që erdhi pejgamberi sa te kalon te krejt dimensionet e mundshme, edhe kohore, edhe vendore,
përfshin të krejt njerëzit, krejt situatat, nga se më nuk do të kishte komunikim, jo zbritje, jo shpallje, është shpallje e fundit. Pra është të veçantë këta që i ka ndodhur pejgamberit sa në këtë shpellë. Pse u fillua me ajetet Iqra? Pse në këtë formë? Pse me shtrëngim e kështu me radhë? Madje nga ajo që e përjetoi pejgamberi sa u kaplua nga frika, nga ethet, nga dridhja dhe me nxitim u kthye në shtëpinë e tij. Ku i tha gruas tij Hadijës, më mbuloni se kam ethe, më ka ndodhur diçka befasishme, nuk dinte çka i ka ndodhur pejgamberit alayhis salatu wasalam, nuk dinte ende se është pejgamberi i Allahut, nuk dinte. E Hadijja radhiyallahu anha, gruaja mençur, gruaja urt, gruaja që domethënë dinte me u gjit burrit saj. Në këto situata gjithmonë ka ditë me u gjit, edhe para kësaj edhe pas saj derisa ka vdek. Një grua shembullore se si duhet të jetë një grua në përkrajet e burrit saj, pa një grua e pjekur që din me kuptu mesazhin, misionin si duhet dhe me punu në përputhje me të. Andaj e qetësoi pejgamberi sa i tha në kuptimin, ti je një që flet drejt gjithmonë, ti ndihmon jetimin, ti ndihmon njerëzve të tjerë, për krah, mëson të tjerë, të kështu me radhë, andaj s'thupti Allahu kurr. Në këtë situatë pejgamberi sa i shtrimi mbuluar prap erdhi meleku i tha, ja ejuhel mudaththir, o ti mbuluar, kum fa'andir, ngritu. E dilë të shfaqe edhe përhape fjallën e Allahut azza wa jall. Ja ju el muzammil, o ti mbështjellur i mbuluar, qumi lejle illa qalila, ngritu, e falu natën, për vecën e pjesë të vogël të saj. Ajete që realisht ishin komplet diçka e panjohur për Muhammedin alayhi salatu wasalam. Dhe Khadija e preferoi që të shkonte tek Waraka ibn Nawfal, një kushëri i Khadijës, një plak, njëri shtym në mosh, po që ishte njëri i lexueshëm. Kishte lexuar librat e hershëm të shpalljes, Tevratin, Injilin, ai dinte për shpalljen, dinte për pejgambert. E kur ja shpjegoi pejgamberin gjendën që i ka ndodhur, tha ti që jeni kaj që jemi duke e prit. Sa e ka di që ka ardhur. E i tha, kisha me qenë pak më i ri, e më i fortë, që kur dëbën populli tonë me të ndihmu ty. U habet pejgamberin këtë habima sabie, çka është ka babakiha, ka shtrëngim, ka lexë, ka imbuluar, ka tash këto ka me dëbu, çka po ndodh? Tha fa mukhrijiyahum, pse kanë nxjerra? Çish më nxjerr pejgamberin tan? Tha Waraka, kurdo që ka ardhur me këtë që ka ardhur ti, i ka bërë telashe, kërkon se kanë prit me lule. Apo ka qenë i refuzuar fillim se ja u ka prish matematikat njerëzve elitar, njerëzve që kanë përfituar në kurrizën e të tjerëve, prandaj ata kanë rezistuar, s'kanë me të lënë rahat. Kështu filloi shpallat nervoze, dan ngadalë, pastaj filloi të normalizohet, e kuptoi pejgamberi sa majetet që Allah ja shpalli, e kuptoi se është i përzgjedhur në Allahu xhallahu ala dhe vazhdoi tutje shpallja. Andaj në këtë ngjarje të ndroza që nga fjalë lezo, e deri te mbështjellja, e deri te domethënë mbulimi, e deri te ethet, pastaj te Waraka ibn Nawfal, është një stacion i rëndësishëm, shumë frymëzues për neve se çfarë mund të marrim ne nga këto mësime. Çfarë mund mësojmë nga kjo? Thash, kjo është ngjarje që meriton seminar më majt, sinqerisht. Më majt ndoshta edhe tribunat shumëta për këtë ngjarje madhore që ka ndodhur pikërisht janë këtë muaj që jemi ne, në Ramazan ka ndodhur. Kjo ngjarje madhore ka ndodhur pikërisht në muajin Ramazan. Nga mësime që marrim të ndërruar është se Allahu te baraka ve taala që nga dita e parë me shpalljen e fjalëve Iqra i tregoi pejgamberit sallallahu dhe këtë botës natyrën e këtyre mësimeve. Se kjo fe është fe e dijes, se kjo fe është fe e argumentit, se kjo fe është fe e provave, jo fe e besutnive, thashëthëmeve, zakoneve, traditave, nuk është fe e tillë. S'është kjo fe kom dëgju, kom ni, po mduket, jo s'është kjo fe e kështu apëta. Kjo është fe, ka thonë Allahu, Gjelle Gjelalu, kjo është fe e dijes, andaj lexo. Nga se leximi është një proces i rëndësishëm i kërkimit dijes, sikur që dëgjimi një proces i kërkimit dijes. Ju tash po dëgjoni, jeni në proces të kërkimit dijes, apo jo po mësoni. Po ne duke lexuar mëson. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu filloi me leximin, për të thënë se lexo, mirë po, jo çdo leximi të ndërroz, jo gjithçka lexo. Se sot njerëzit lexojnë në forma ndryshme.
por iqra bismi rabbik. Lexo në emër të Zotit tënd. Kjo është rëndësia. Duhesh me lexu në emër të Allahut. Domthon duhesh me lexu përmes besimit në Allahun. Për ta njohur Allahun te barekuhu teala, për të njohur ligjet e Allahut te barekuhu teala. Lexo, jo lexo për ta mohuar Allahun xhallahu ala, sikur se ndodh fatkeqësisht sa shpesh. Lexojmë për ta mohuar Allahun, lexojmë për ta kundërshtuar Allahun xhallahu ala. Gabim, qasje gabuar ndaj shkencës, ndaj dijes, gabim. Nuk ka me përdhuj të cira ati kër lezim kur, zot cilë pache, derisa njerëz nuk lexojnë në emrin të Allahut dhe përmes besimit në Allah xhallahu ala. Andaj pejgamberi son posa erdhi me këtë lloj leximi, me këtë lloj mësimi, me këtë lloj qasje, bota ndryshoi për të mirë. U ndriçua pasi që ishte errësuar, u kthye drejtësia pasi kishte kapluar pa drejtësinë të nënt. Pse? Pse leximi është në emrin të Allahut te barekuhu. Lexo jo vetëm Kur'anin, lexoje natyrën, lexoje vetveten, lexoje rrethin, lexoje kosmosin, lexo. Po në emrin të Allahut te barekuhu. Me mësimet e Allahut xhallahu ala. Dhe surja Alaq që filloi e para me zbrit, filloi me lexim e përfundon me sejdë. Me sejdë. Andaj sura që kur lexohet funi i saj na bim sejdë. Namaz ose kudo që jemi. Dhe Allah xhallahu ala i tha: "Wasjud waqtarib", bësejdë dhe afrohu të kune me këtë sejdë. Që i bie se lexo e afrohu te Allahu, lexo e afrohu tek Allahu. Çka qasja duhet? Jo lexo e largohu, pasurohu e largohu, apo fushizohu e largohu. Gabim. Sa më i pasur më afër Allahut, sa më i dishëm më afër Allahut, sa më i lirë më afër Allahut, sa më i shëndetshëm më afër Allahut. Që kjo është qasja duhet. Në çdo begati Allahut të afron tek Allahu xhallahu ala, jo e kundërta. Prandaj lexo në emrin të Allahut dhe lexo për të adhuruar Allahun, për të madhruar Allahun xhallahu ala. Ka se çka leximi i duhur. Ne kështu lexojmë gjithçka, edhe shkencën, edhe dijen, edhe shkollën, edhe fen, i kemi për të ofruar tek Allahu te barekuhu teala. Nga se kjo është Allahut. Këtë çka ka, Allahu ka krijuar. Ligjet e fizikës, ligjet e kimisë, dhe biologjisë, rregullat e kështu me radhë, janë shkenca që njerëzit i kanë emërtuar, por ligjet e këtyre shkencave kush i ka kriju? Allahu xhallahu xhelalu. Ai është, njerëzit i kanë zbulu këto. Po ato kanë ekzistuar. Gjithë kanë ekzistuar. Tani vazhdim nga përpjekja, nga rrethon, nga kohët njerëzve që kanë shku në zbulim e sipër. E sa ka mbet pa u zbulu? Shumë. Që shkenca e pranon që edhe njeriu vetë nuk është komplet i eksploruar, nuk është komplet i studiuar, ka shumë aspekte të panjohura. Ende njeriu mbetet për të zbuluar, ende njeriu mbetet për të analizuar. Po lexon emrin të Allahut se kjo është krijesa e Allahut xhallahu ala. Shikoj çfarë Allah ka krijuar. Dhe Allah çka tha në Kur'an? Hadha khalqullah. Kjo është ajo që Allahu ka krijuar. Ja, kjo është ajo që ka krijuar. Lexon e fuqinë e Allahut, lexon e mëshirën e Allahut, lexon e madhështinë e Allahut xhallahu ala, lexon e falën e Allahut xhallahu ala. Krejt këtu lexoni. Po ndamën të Allahut te barekuhu teala. Ai kjo është rëndësi që kësi çastë të kemi në leximin në jetën tonë. Çështja e dytë të ndëruar që marrim për kësaj është kur i tha lexo, e shtrëngonte. Pastaj e lëshonte. Lexo e shtrëngonte, pastaj e lëshonte. Pse duhet më shtrëngu? Se s'ka mujtë marrë ndryshe mirë të shtëpia me ca ka të derë, bujrum, jam një dërgumi Allahut me lajke i marrë me ton lexo. Pse s'ka që është në shtëpi mirë apo? Se duhet marrë në shtëpi me shtrëngu, me të merru njërin. Pse? Për treguar se kjo çështje është serioze, apo? Nuk është kjo çështje nëse po pim kafe, po ta bëj shpallën në ty apo? Jo, po ta pi çaje, kallzon për çaj arte këto. Jo. Po është rëngë me kallu që çështja është me rëndësi. Pa dhe me herë si ka shku shpe poshtë, e ndim lumë, Allah që i tha, inna se nulqi alejke qawlan thaqila. Ne kena me të zbit një fjallë që ka pesh, është e ranë, që qilet mja vendos e qanë, tokës mja vendos e qanë, bjeshkës mja vendos e qanë. Ama tis kime bajtë, ty nuk qanë, ty Allah të ka botë fort për me bajtë këtë shpallja. A në shikane qëfar peshe të në banë njëri kër banë shpallja. Shiko se i ronë bosh, sa me pesh bësh, sa i rëndësishëm bësh, sa i shtrajt bosh për ti, barë dhe që kanë nga shpallja Allah xhallahu ala. Një sure me ditë bosh i ronë, i fuqishëm stabil, e s'ku është 2-3, me ditë komenti, me ditë dijen, shkon duke urënua për.
Ase kjo është fjallë serioze. Allah xhallahu tha në surën Tarik për Kur'anin kur flet çka thot? Wa ma huwa bil hazl innahu laqawlun fasl. Kjo nuk është fjallë hajgare, se kemi zbrit në këtë fjallë me ngu qefet juve. Ase kjo është fjallë fasl, ka arë me i da senet qartë, qka besim, qka nuk ka besim, qka mirë, qka është të keqe, ka arë me i da këtë Kur'an. Pra e duhet me posë qasë serioze, me posë qasë të shumë të kujdeshme ka shi fjallës Allah Gjellewala, edhe me kuptu se, dhe me thonë, të ndërru të tërse, jeta ka vërgjësi, edhe me këtë fjallë kje pasë të lashe, normal, kje pasë prova me vetën tonë e mas pari, por, do është në emën të Allah të barë të më bështetë në Allah Gjellewala edhe, me jam sy edhe me i kry obligimet, me i kry detyrat, me u largun nga të këshijat, për këtë vërgjësive. Dhe, pësare ki shtirë në adhurim, për shamë ka pak përtaci, ose sare ki probleme braktistit keqe që zban me bo, do të me lonë, apo ki telashe me lonë, apo kujtaj këtë shërëngim, pejgamberi samë që edhe aje u shërëngu ka pak, tonë do të mu shërëngu ka pak, por do të me lonë në emën të Allah të bare këtë ala, do të mu, jam, përvesh, përvjel mëngë, për të më thonë me punu, me angazhu, jo me ankesa, por me angazhim, me puna. Gjithashtu të ndërum, Allahu Gjallahu Ala thot, Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Shiko, pse e përmeni të krijimin? Lexon në emrin e Allahut, lexon në emrin e Zotit tënd, Rabbek, Zotit tënd, i cili të ka krijuar. Pse u përmen krijimi këtu? Pse për nuk tha në emrin e Zotit tënd që fal, në emrin e Zotit tënd që furnizon? Këto Allah i ka opton. Pse u përmen krijimi? Nga se Allahu te barekuhu teala kur e ka kriju njeriu, është kujdes për të shmëduk. Kujdes të Allahu xhallahu ala për ushqimin tonë, për pijen tonë, apo e tash po vjen një kujdes tjetër i brendshëm, shpirtnor i mendjes tënde. Pa e sikur që e ke pranu formën nga Allahu, sikur që e ke pranu ushqimin nga Allahu, pranoj tash edhe shpallin nga Allahu, nga se kjo është kujdesi i Allahut për ty. Allahu po kujdeset, shiko, të ka kriju, të furnizon, të bikqyr, mbron në vazhdimsi dhe prap nuk lën me bredh, nuk lën në duart e shejtanit, nuk lën në duart e keqbërësve, por të mbron Allahu xhallahu ala, të dërgon shpallje, të mëson Allahu çka është libri, të mëson Allahu xhallahu ala çka është besimi, të mëson Allahu xhallahu ala çka është ahireti, të mëson Allahu të mëson këto, pse? Mu kujdes për ty. Pra të ndërrozë, duhet me hetu këtë kujdes Allah ndaj neve. Në çdo përgjigje, në çdo zgjidhje që ti merr nga udhëzimet fetare, ta përjetosh këtë kujdes Allahu te barekuhu teala, dhe në çdo përjetim të shtohet madhnimi ndaj Allahut, në çdo përjetim të shtohet dashnia për Allahun xhallahu ala. Sa është kujdes për ty që ti mos me deviju, a është kujdes? Prandaj me paçi për shkak çështja në dorën tonë, apo hulumtani, shkani, lëpni për tokë dikon gjoni, çish më ngjenu, çish më fal, çka kështu mund ato? Ku me gjetë, kush na kishë mësuar ato? Kush na kishë mësuar ato? Andaj shikoni sa bukur, disa dietarë kanë lidhur këtë çështje mes shëtitjes, ose jo shëtitjes, ose akshëtitje, mes udhëtimit në tokë dhe bredhjes nëpër tokë, duke kërkuar të vërtetën, edhe mes agjerimit. Sa'ih arabisht, siaha i thon lëvizjes, kur i lëviz. Përpara popujt e kaluar të ndërvëzën, njëri kur ka kalu në nivel caktuar të devotshmërisë, ka praktikis vendin e vetëm. Ka dalë shkëtin diku larg, ka ecë në për tokë, domthonjë që na të kuptojmë që me praktikis dunjon i bën, domthonjë i devotshëm. S'kan marrë as ushqim me veti, çfarë gjëna na çon Allah i manduar, pa dyshim që kjo është e keq, kjo devijim, por ata në kërkim të udhëzimit e kanë bëu, në kërkim të devotshmërisë e kanë bëu, thonë. Këtu i ka ndalu Islami e Allahu te barekuhu teala këtë lloj të përpjekjes për me gjetë vërtetën, këtë bredhje që njerëzit janë luë dhe kanë vdek rrugës, e ka thënë Allahu xhallahu ala ajrim me këtë emër. At-taibun, al-abidun, as-saihun. Allahu tha, ata që pendohen tek Allahu, ata që adhurojnë, as-saihun. Kush janë as-saihun? Saih në kuptim gjuhësor është ai që bredh, ai që lëviz, ai që dal kërkim të qafit.
Nëse në kuptimi fetar, Allah i ka thonë agjërimit, agjëruesit. Në të skrimi me bredh, të në momentin kur ti agjëran, ti e në rrugtimin e duhur të kërkimit të dëshmërisë, në kërkimin e ngritit tek Allahu xhallahu ala. Shiko Allahu xhallahu këtë atë bredhje, atë lutje që dikush përpara ka dhënë, edhe në fund se ka gjetë çka kërkon, e ka përmbledh Allahu komplet në agjërim tek Allahu të gatshëm. Mos është kujdes kjo? Kujdes i madh për ty që ti mos më bredh, ti mos më lut, ti mos më hjek, ti mos më ran mirime, në vuajtje, në përtime të vështira, mos më ran to. Allahu xhallahu këtu i ka përmbledh në agjërim që të arrish devotshmërinë si duhet. Pa kjo kujdes me kon më vërtet i vretën, i përjetuar në thellësinë e shpirtit tonë. Gjithashtu Allahu xhallahu ala nga këto e në mëson të ndërozër, shikoj një njëri që s'di me lezu, do të me meditu. Një njëri që nuk di me lezu, i thot leza. Po s'di me lezu. Leza, se ki me lezu. Një njëri që nuk di me lezu, shikoj nuk di me lezu, e mësej botën me lezu. Jo me shkronja, po e mësej botën me lezu, jetën, me lezu në gjarën, me lezu begatin, qysh me i kuptua. Prandaj të ndërruar, për Allah nuk është asgjë vështirë. Një çoban delesh, një jetim të braktisur në Medinë, në Mekë, një analfabet që nuk di me lezu, e bën të ngritur, e bën Allahu te barekuta mësues njerëzimit që krejt shkencëtarët e dunjas gjynëzohen para shkencës dhe dijes që erdhën me të ata. Kur Allahu do të më bëjë ndryshim, s'është për Allahu vështirë kurrë. Pa se Allah e ka ndryshuar pejgamberin deri këtë mos. Ndryshimi për ne është hala më i thjeshtë. Apo, prandaj lut Allah me të ndryshuar Allahu xhallahu mos u zgënjej, mos dorzo, mos u smoj, jo në nuk u bë kështu. Në Allah mbështetu. Nëse në Allah mbështetesh dhe lexon e ndjek rrugën e shpallës, vallahi ndryshon habite që shkimon ndryshuar. Situata ndron, habitesh që Allahu e ndron situatën. Nëse na në Allah mbështetim dhe ndjekim rrugën e duhur. Prandaj ndryshimi i madh që i ndodhi pejgamberit është frymëzim edhe për neve, për ndryshimin e madh që ne duhet të arrijmë dhe përjetojmë në jetën tonë të përditshme, edhe në mesin tonë, në familjen tonë, edhe në rrethin tonë. Krejt të jenë udhëzime shumë të shpejta të ndërruar. Ka shumë që me thonë në to, po kaloj sa për me i shpërfaqve do mirësit mëdhaja të kësaj ngjarje madhështore. Gjithashtu Allahu xhallahu i tha, shikoj çka tha Allahu xhallahu. Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo e dije se Zoti yt është më bujari. Pse Allah e përmeni bujarin të ndërruar, e përmeni bujarin të lexim, pse? Nga se bujaria, ne thojmë njëri bujar, njëri gjymert, apo veç kur t'jep, para ose buk. Jo, të ndërruar, po kjo është bujari. Bujaria më e madhe është aq i mëson. Që kjo është më bujare, që kjo është më bujare. Për Allah xhallahu çka tha, ai të ka mësu, ai alladhi allama bil qalam, ai të ka mësu me shkruajt, ai të ka mësu me lexu. E kur flet Allah për mësimin që ta ka dhënë, e për leximin e për shpallën thotë Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo se Zoti është bujar. Ç'është bujaria esenciale? Shpërndarja e dijes, që thënë bosh bujar, nga se të ndërozën varfënia e bukës të kalot, por varfënia e dijes është vërtet të kalot. Apo njerëz kur s'kan çka me hongër, por din, kanë dije, malet e kanë, se kur kanë çka me hongër s'din. Po një i varfër i ditur është shumë më i dobishëm se një i pasur ignorant. Këse dija bën dallimin. Prandaj, po, këtë çka ki jep, ka pasuria jote, nga shëndeti yt për të mirën e njerëzve, por në esencë dobia më e madhe që i bën dikujt është me mësu. Me mësu. Kjo ka qenë roli i pejgamberëve. Pejgamberët kanë bën mirë me mësim, pastaj me punë tjera. Mos prito kur me mësu dikon. Më uzu dikën, ma që të kam su Allahu të barë këtala, ka sa Allahu mësimit që po fillon me jadhon botës, e quajti bujari. Po, se që kjo është bujari, kjo realisht largon varfnin që kishin njerëzit, varfnin e dashni me zvete, në respekt, kishin të varfën, nuk kishin mjaftu shumë dashni, mjaftu shumë emocione, mjaftu shumë dhëmshëri, s'kishin. Allahu e zbiti shpallë që njerëz të pasurohen, me qka të pasurohen? Me dije, por duke pasur me dije të pasurohen me qka? Të pasurohen edhe me dashni, me respekt, me komunikim. Kjo pasuria kryesore të ndërëzra, po, që kjo pasuria kryesore?
Për një prind, s'është pasuria kryesore, që fëmijët me i pas me kjerët mira, apo mu dash me vetë mu respektu. Dashnia e respektit është kryesore, pastaj vijnë tjerat. Dhe investimi në dashni, në edukat, në respekt, është investimi kryesor. Prindit nuk duhet me ku bujar me fëmijët e tyre me para vetëm. Merri shko ku dush, bëj çka dush, merri edhe del. Pse kështu? Bujaria më e madhe ndaj fëmijëve është të jesh bujar, të ndash nga koha, nga mundet, të jesh bujar. Me çka? Me edukim në fëmijëve, me shkollim në fëmijëve, me kujdes në fëmijëve. Kjo është bujaria kryesore. Pastaj vijnë tjetër me radhë. Mirë po të mjaftosh është me bujarin materiale, e tjetë pastaj le tjetë fukaraja më i madhë në shpirtën e tij, në mendjen e tij, në edukatën e tij, fukaraja. E i pasur dorë çka i duhet kjo. Kjo veç dëm botë. Kjo veç i sjell pastaj dëmtim edhe atij, po edhe rreth ku ai atë rrafë. Gjithashtu të nderuam Allah xhallahu i tha, i pështjellën pejgamberin para i pështjellën. Allah i tha, kum ngritu e therr, ngritu e falu. Domthon, s'është koha për ankesa mo. S'është koha me kajti mo, çka merr kur shtrëga që më duket. Shikoj që na mëson fillimi i shpallës, të jemi ambicioz përkundër problemeve, sfidave, të lashme, pengesave. Ngritu e puna, ngritu e lëviz. Sikur që ka thënë një nga mendimtarë të hershëm, ka thënë, mos e shaj terrin, po ngritu edhe zeqirin. Apo, sa rrin terë që u bo terës, po shimes, po duket, e qa bone? E qka bone? Përta një djetar ka njëri ka thonë, njëri ka thonë, valla u mërdhim. A një tha mas jo ankuva, unë zeve që tash, jo së në zeve. Qa po anku është për nevoja, pëtën? Që më lahu e në zeve, pëtën? Voj që u mërdhim, qka krym pukja, pëtën? Veç fjallë goja, levezën dreqet i qka, përmësej situatën. A veç janë ka u veç shaj, veç qërta, hodh fajt dikun tjetër, kështu së në situata. Kum fendir, ti as të pëlqeke situata e popullet të në, po. A shkajshën shpelë që së pëlqeke me të menet, po. E që të është mësaj pra, se na për të mësëm ty, që pra, s'ka më ankesa, s'ka me shku më në shpelë, s'ka më izolu më. Po, a thamë, pejgamberën prej kër i ka shpalja, kur në shpelë s'ka shku më, s'ka që me shku në shpelë më. Ta është që e puno angazhohu, ndreqe popullin tanë, ngritë e popullin tanë, liraj i këta nga besutnitin, nga idutëria, ngritë të dilë për para, për. Që shumë madhore të ndërnuzë. Dhe e fundi që të me thonë është, të ndërnuzë është, Allah i tha, kumi lejle illa kalila. Në kodët të ajete që tha për me mësu, e për me punu, e për mu angazhu, e për me ndryshu, i tha, që falu natën. Namazi, adhurimin dhe Allah të mandua të ndërnuzë, është fuqia besimtarit. Është fuqia besimtarit, është kënaria e tij. Prandaj natën merr fuqi me namaz e përkushtim me adhurim, e ditën pastaj jam mësyn sfidave tjetës që është duhet apo. Prandaj nuk ka pa adhurim, nuk mund të qenë i fortë, nuk mund të qenë stabil, i qëndrueshëm nëse nuk ke hise në adhurim dhe Allah të manduar. Kështu Allah i tha pejgamberit, në fillim i tha, falu, përkushton adhurim, e pastaj ja del me krejt të lashtë të dunjas që me to ballafaqohesh. Dhe kjo është një fillim i rëndësishëm që rajsh përmban vetë në ti një udhëzim të kompletuar edhe për formimin ton, edhe për ecjen ton, edhe për rregullimin ton, por edhe për ndryshimin e gjendjes për rreth nesh apo. Nuk kjo fjalë thjeshta veç i tha e shtrëngoi, i lexoi kështu. Jo, kjo është shkollë, kjo është punë e madhe që i ka ndodhur pejgamberit alayhis sallam. Prandaj ta marrim parasysh këtë ngjarje kaq madhore, kaq me ndikim që realisht sot e kësaj dite ende vijnë, domthonë përfitimet e kësaj ngjarje dhe do të vazhdojnë deri ditë gjykimit. Por këtu janë disa në simbolike i përmena disa 6-7 pika, veç sa për orientim me kuptu se kur e kujtojnë këtë ngjarje, kujtoj këto mësime, kujtoj këto përfitime, kujtoj këto udhëzime, frymëzime që duhen ty për jetën. Jo vetëm me mësu histori, i ka ardhur shpalla në Ramazan, në këtë vit, në këtë ditë e ka shtuar Xhibrili përfundoi ora historisë. Hajde ta përshkrim të shtëpia. Jo, ulëm sa, bën jetë, bën udhëzim, këtë çfarë ndodhi pejgamberit me këto mësime dhe shumë të tjera që mund të dalin nga këto udhëzime dhe nga kjo ngjarje. Lutja Allah në mënduar që Allah të na mëson, të na udhëzon, të na përmirëson gjendjen. Lutja Allah që me bujarinë e tij të zbrat me neve mëshirën e mirësitë e tij të panumërta, në dije, në shëndet, në dashni e respekt, në ushqim, në pije, në shmbathje, në këtë mirësi që realisht e lehtësojnë jetën tonë, e të na bën Allahu falëndrues dhe çdo begati që na vjen, Allahu na bëft më afër tij.
Çdo begati që e kemi më tepër, një hap më afër Allahut. Çdo dije që e marrim, një hap më afër Allahut. E asnjëherë mos e bëv Zoti që sa më shumë dim, më larg Allahut. Sa më shumë kemi, më larg Allahut. Nga se kjo është realisht ajo e huqura, ajo e gabuara që ka ardhur me përmirësu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në kaq për sot Allah shpëloj për mendjen, në takoft Allahu prap në hajër e të mira, Allah e pron të agjërimin, e u lesoft të agjërimin sot, e u takofshim me Zoti, ju nderoft e shpëloj. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.